nga Leonard Koja në Window Radio.de. Mirë mbrëma dhe përshëndetje miq, mirë se takohemi së bashku sërish në Window Radio në valët e saj që janë të shtira në të gjithë botën. Unë jam Leonardi, si çdo të enjte të premte dhe të shtunë me misionin tim Horizon. Jemi live këtu në studio qendrore në Gjermani, sot ditë e premte data 22 maj 2026. Uroj për të gjithë të jeni mirë, të keni qenë mirë, të keni filluar këtë ditë të parë të fundjavës mirë, dhe më thënë të drejtë këtu në Gjermani ka filluar jashtëzakonisht mirë sepse kemi patur paktën në landin ku jetoj, kemi patur një ditë perfekte, pra edhe ne këtu në Gjermani na erdhi vera. Sepse ne miq, nëse ande nga Shqipëria apo nga zonat mesdhetare filloni e shkoni nëpër plazh, ne kemi me racion diellin, kështu që kur na vjen dielli këtu në Gjermani ne gëzohemi. Sepse në përgjithësi ne diellin e vëmë në panoramë në mur për ta parë, por sot e kemi patur një ditë shumë të mirë. Kështu që edhe me këtë ditë kaq të bukur që ka qenë sot, shpresoj që edhe misioni sot të na shkojë mirë. Atëherë, të nderuar miq, unë do të rikujtoj për të gjithë miqtë e ri, për të gjithë ata që i kanë harruar ku mund të ndiqni Window Radio ndiqet në disa platforma, sikur e thash edhe mbrëm, tashmë Window Radio i kalon rreth 20 platforma Pra, miq, jemi në website-in zyrtar windowradio.de, ku ju mund të lexoni lajmin, informacionin e fundit, të dëgjoni edhe muzikën 24 në 7, ku e përzgjell DJ Bledi. Window Radio ndiqet dhe në TuneIn dhe Radio Box, MindTuner, të cilat janë platforma. I them Bledit, lutem mos më luaj me kufjet. Pra janë platformat ndërkombëtare, pra disa prej platformave ku ju mund t'i shkarkoni në pajisjet tuaja, qoftë në Android apo Apple Store, TuneIn, Radio Box, MindTuner, ku diun, shumë, nuk është nevoja që ti rreshtoj, pra pothuajse në çdo platformë të radiove është edhe Window Radio. Platformat janë pa pagesë, pra mjafton që ju t'i shkarkoni dhe aty të na ndiqni, qoftë në emisione live apo dhe muzikën, pra sikur thash 24/7. Po ashtu ju mund të kërkoni edhe në Google Search windowradio.de live dhe mund të ndiqni dhe emisionin live. Po ashtu jemi edhe në faqen zyrtare të Facebookut windowradio.de, ku ju këtu mund të bëni komente, pyetje dhe ne në varësi të kohës do shohim mos përzgjellim ndonjë pyetje. Për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin e plot apo kanë dëshirë ta ridëgjojnë emisionin, emisioni është në ritransmetim në orën 3 pas mesnatë me orën e Evropës ose në orën 21 me orën amerikane dhe kanadeze. Pra, ndaj është ky ritransmetimi në këtë orë të vonë, do thosha, për Evropën, por ne përpiqemi që të kemi mundësi, apo të kenë mundësi dhe ndjekësit tanë në Amerikë dhe në Kanada të na ndjekin në kushte sa më komode. Po ashtu, emisioni do jetë nesër në faqen zyrtare të YouTube-it Horizon, Window Radio hapësirë.de. Pra, janë disa nga mundësitë që mund të na ndiqni dhe vetëm mjafton që ju të jeni pranë Window Radio, pra sikur keni qenë gjithmonë, gjë që unë ju falenderoj dhe u jam mirënjohës pafund për të gjithë ju dëgjues, të gjithë ju që na suportoni, të gjithë ju që na përkrahani, që na kritikoni, që na urrejni, të gjithëve faleminderit sepse fal jush ne ekzistojmë dhe fal jush ne rritemi dhe ngrihemi. Do doja shumë miqësisht ju kërkoja si në çdo emision të bëni një shpërndarje faqes zyrtare të Facebookut
në faqet tuaja apo në grupe të ndryshme ku jeni të antarësuar. Kjo nuk është se ne fitojmë diçka nga ana monetare, as ju nuk humbni diçka, por si ju si ne fitojmë audiencë, fitojmë dëgjues të rinj dhe siç e themi vazhdimisht si unë si moderatorët e tjerë, Window Radio është vetëm e juaja dhe ne përpiqemi të jemi shërbëtor dhe t'ju shërbejmë sa të mundemi aq sa ne të kemi mundësi me profesionalizmin ton, por duhet edhe të na falni sepse ne nuk është se jemi profesionist, por përpiqemi të bëjmë më të mirën. Të gjithë ata shqiptarë që kanë dëshirë apo kanë diçka për të thënë apo duan diçka të promovojnë, duan të tregojnë një histori, pra secili për ju që ndjen për të komunikuar me dëgjues, mikrofoni e Window Radio dhe gjithmonë i hapur. Miqtë mi, vazhdimisht ju më kritikoni mua që unë merrem shumë me politikën apo ftoj vetëm nga politika, por më thënë të drejtën, kam filluar të bëhem pak i sjellshëm, kam filluar të bëhem pak i mirë. Për shembull, mbrëm kam patur, kemi folur për letërsi, për art, për kulturë, për jetën sociale, pra nuk ka patur politikë. Edhe sonde, po ashtu nuk ka politikë. Sonde do përpiqemi me të ftuarën, pra e ftuara është një personalitet, një person që e njeh shumë mirë fushën sociale, pra sepse është psikologe dhe do përpiqemi të kuptojmë diçka më tepër rreth problemeve apo rreth atyre që e shqetësojnë qoftë ne, qoftë shoqërinë, qoftë individin në këtë bum informacioni, në këtë bum të jetës, në shumë faktorë që sot e rrethojnë jetën tonë dhe jetën e individit. Atëherë unë ftoj të ftuarën dhe i them mirë mbrëma Ornela Gastra Mulla. Mirë mbrëma, përshëndetje. Përshëndetje Ornela dhe faleminderit që ju pranuat ftesën tonë dhe më nderoni sonde në emision. Faleminderit ju për ftesën dhe për respektin. Dhe më vjen mirë që ju përshëndes edhe unë akoma me diell jemi, me diell në qiell, po me diell edhe në zemër. Përshëndet të gjithë dëgjuesit. Ju jetoni në Gjermani dhe jetoni në të njëjtin land ku unë jetoj me fjalë dhe ne sot vërtet ka qenë një ditë fantastike. Mrekulli. Saqë më thënë të drejtën edhe filluam të na beziste pak shpejt. Po. Ishte pak si ditë vere më shumë se sa si ditë pranvere. Absolutisht edhe normalisht. Që mos të bëjmë prezantimin tënd, një prezantim për ata audiencë që nuk të njeh apo nuk të kanë ndjekur, thjesht shkurt profesionalisht kush është Ornela Gastra Mulla. Po, me kënaqësi. Unë jam psikologe klinike dhe këshillimi me profesion. Prej 11 vitesh ushtroj profesionin në qytetin Gladbeck, i përket në landit Nordrhein-Westfalen. Jam psikologe, vitin e parë kam punuar në sektor klinik dhe prej 9 vitesh, më tepër se 9 vitesh, punoj për zyrën e familjes dhe të rinjve pranë bashkisë së qytetit tim. Pra në sektor këshillimi më tepër. Por edhe pjesën klinike asnjëherë nuk e kam braktisur. Në kohën time private unë vazhdoj punoj si terapiste, psikoterapiste në seanca qoftë online apo në seanca me klientë të qëndërzuar apo me pacientë direkt. Ku ndihet më mirë Ornela, psikologe këshilluese apo klinike? Të dyja ndihem mirë dhe i bëj me pasion, me shumë pasion, por dashuria ime është psikologjia klinike. Terapitë e thella klinike. Kuptoj. Për një dëgjues që nuk e ka shumë qartë kush është psikologjia klinike apo këshilluese, pra kush është ai dallimi? Psikologu i këshillimit, se ka dhe psikolog që janë trajnuar në mënyrë të tillë që të bëjnë vetëm njërën fushë. Pra ka psikolog që janë vetëm këshillimi, siç ka edhe psikolog që janë vetëm klinik. Ka dhe psikologë si puna ime që janë të trajnuar dhe ushtrojnë të dyja fushat, pra dhe këshillimin edhe kliniken. Në këshillim shkojnë të gjithë njerëzit, të gjitha moshave, kategorive,
me shqetësime të vogla, me probleme normale fare, ose më pëlqen fare kjo fjalë normale, po më duhet ta përdor nganjëherë. Po duhet të përdorë sepse vetëm probleme normale s'ka kush shkon te psikologu, diçka ka. Në fakt çdo kush ka nevojë për psikologun dhe çdo kush nga afër është normal. Pra, për probleme të zakonshme të jetës, së punës, konflikte të ndryshme, marrëdhënie të vështira, marrëdhënie toksike, qoftë për të marrë edhe një këshillim se cilën deg mund të zgjedhim mbasi kemi mbaruar të themi bazin, apo nëse duhet të ndrojmë një deg ku nuk ndjehemi mirë në universitet, pra tek psikologu këshillues mund të shkosh për çfarë do lloj problemi të mundshëm, sado i vogël apo i madh qoftë ai. Absolutisht. Ndërsa tek psikologu klinik më shumë do të drejtohen persona që përjetojnë çrregullime psikologjike, shqetësime emocionale, të përkthyera këto në simptoma fizike apo jo, apo në simptoma kognitive, sjellore, pra që shqetësimi është më i thellë dhe personi vuan shumë psikologjikisht. Edhe kjo dhimbje fillon edhe bëhet shqetësuese e padurueshme dhe i prish cilësinë e jetës personit. Në këtë rast hyn në lojë psikologu klinik dhe terapia e thellë klinike, jo këshillimi. Ju jep, okay, tash të mirë kuptomi që disa pyetje janë edhe për më fal se ti isha një dëgjues, apo kupton pra për dëgjues. Pa diskutim. Psikologu klinik jep medikamente, jep ilaçe? Jo. Dhe këtu dua gjithmonë të ndalem. Po pra se dhe të bëhet të pyetje sepse shpesh ngatrohen këto gjëra dhe shpesh ka keq kuptime tek kjo pjesë. Gjithmonë përpiqem që të më shoj kësaj teme. Psikologu klinik nuk jep mjekime, nuk shkruan receta. Ato i bën psikiatri, mjeku psikiatër, dhe jo psikologu klinik. Psikologu klinik mund të sugjerojë mjekime, të themi bimore, preparate bimore, që jepen pa recetë, pra që merren pa recetë, kapsula apo tableta të lehta bimore, çajra bimor, mund të përpilojë një dietë me ushqyes të mirë të qelizave nervore të trurit apo që ndikojnë, ushqime apo lëndë që ndikojnë apo suplemente që ndikojnë në ushqimin e qelizave të trurit, apo që reduktojnë në një farë mënyrë stresin, ulin anktin, apo lehtësojnë gjendjen depresive, që mund të jenë pra suplemente, minerale, vitamina të ndryshme, komplekse të ndryshme vitaminash, por deri këtu janë këto sugjerime dhe janë në dëshirën e klientit nëse pranon, apo të pacientit në këtë rast, nëse pranon që ti marr apo jo. Shiten dhe pa recetë, kështu që dihet që nuk ka rrezikshmëri. Por absolutisht një psikolog klinik nuk jep medikamente. Për medikamentet ne bashkëpunojmë shumë ngushtë me psikiatrin, me neuropsikiatrin. Pra bashkëpunimin e kemi shumë të ngushtë, sepse ndodh që një person të ketë nevojë edhe për ilaçe, por edhe paralelisht për terapi psikologjike, që të arrihet rezultate të duhur. Dhe trajtohet nga të dy. Pra, te psikiatria do të marrë mjekimin, ndërsa tek psikologu klinik do të bëj një herë në javë, të themi nëse si do ta leja i terapin, zakonisht një herë në javë, 50 minuta terapi të plot dhe të thellë psikologjike. Ornela, duke patur parasysh që ne vim nga një shoqëri e mbyllur dhe ju e keni parasysh që po përmend psikologun ndër shqiptar, o bobo thonë o çmend, budallaj, i çmendur, depresion etj. Si është shoqëria jo sot? Pra, ju aty ku punoni ka dhe shqiptar apo punoni vetëm me të huaj, me gjerman apo nacionalitetet tjera? Kolegët me të cilët punoj i kam gjerman, flas tek klientët të gjitha nacionalitetet. Të gjitha nacionalitetet. Në punën time në Bashkinë Gladbeck, unë këshilloj në 5 gjuhë tuaja, përfshirë dhe shqip. Pra vinë shqiptar të Kosovës, Maqedonisë, shqiptar të Shqipërisë, pra nga të gjitha trevat shqipfolse. Gjithashtu edhe të gjithë nacionaliteteve të tjera, për shembull nacionalitete që flasin anglisht, frëngjisht, në rast tim italisht, edhe gjermanisht, kuptohet, sepse këtu jetojmë. Po diskutim.
Kulturat janë të ndryshme dhe koncepti për psikologun është i ndryshëm në kultura të ndryshme. Më vjen mirë që 10 vitet e fundit, më duhet ta pohoj, është ndërgjegjësuar shumë popullata shqiptare mbi rolin e psikologut, rëndësinë e tij dhe ka thyer goxha tabu mbi emrin e psikologut. Ka filluar ta kuptoj realisht se çfarë është psikologu dhe ku ndryshon ai nga psikiatri. Shpesh na ngatrojnë me psikiatrin, por tani vitet e fundit kanë filluar ta bëjnë dallimin, dhe të kuptojnë se cili është njeri dhe cili është tjetri. Ku shikoni këtë dallim? Këtu në Gjermani, në Evropë, apo ka filluar ky ndryshim edhe në Shqipëri? Fatmirësisht e shoh edhe në Shqipëri. Sa herë që unë shkoj me pushime në Shqipëri, e shoh që kam kërkesa që më ndalojnë, më pyesin, të duan të lënë seanca, interesohen a ka shërbim online, or në Lavra, a bëj unë seanca online, edhe pse jam në Gjermani, thua bëj terapinë përmes Skype-it apo WhatsApp-it. Pra e shoh që kanë interes dhe tani pyesin më, e kërkojnë ndihmën. Më përpara nuk ka qenë kështu. Absolutisht. Para se unë të vija në Gjermani, nuk ka qenë kështu. Duhet të jem sinqerte. Por më vjen mirë që për dita më shumë po ndërgjegjësohen dhe po e kërkojnë ndihmën. Do zoti e ndërgjegjësohen, sepse më thënë të drejtën shohim një shoqëri të dhunshme, shohim shumë probleme, shohim por do zoti, sepse normalisht nuk është thjesht problemi psikologjik, por tek një problem psikologjik ndikojnë shumë faktorë. Dhe janë shumë komplekse, padyshim janë politikat, janë ekonomia, janë shumë faktorë pafund. Por Onela, si shikon shoqërinë e sotme në rrjetet sociale? Po zbrazemi nga emocioni, po jetojmë thjesht për një aprovim online, pra flasim gjithmonë tashmë kthehemi tek shoqëria shqiptare, ose mund të bëjmë edhe krahasime, por flasim për ndjekësit që na ndjekin. Është një fenomen i përgjithshëm mbar botror, e shohim të gjithë, por në popullatën shqiptare vërej që ne i përqafojmë shumë shpejt gjërat, edhe gjërat e bukura, po siç përqafojmë shumë shpejt gjërat e bukura, edhe frudënse, ashtu përqafojmë edhe gjërat e këqija. Sidomos nëse ato na kanë bota e shkuar Europa apo Amerika, ne më njëri përqafojmë. Edhe rrjetet sociale janë bërë një pjesë e pandashme e jetës së njerëzve, sidomos e trinjve. Me platforma të tilla si Instagram, TikTok, Snapchat, çfarë janë këto? Po fund. Është e pamundur që të mos jenë pjesë e përditshmërisë së trinjve. Tani, unë nuk do t'i nxija plotësisht karakteristikën rrjeteve sociale. Kanë edhe anën e mirë të tyre. Jo, absolutisht. Mund të ofrojnë argëtim, të krijojnë lidhje me njerëzit që i kemi larg, krijojnë komunikim. Por nga ana tjetër kanë atë anën e errët, pra janë thik me dy presa. Për shembull, edhe ne dy në rrjetet sociale jemi njohur sepse nuk kemi takuar asnjëherë. Ka të pozitivitetin e ka patjetër. Prandaj thashë duhet t'ja shikojmë të dy anët monedës. Dhe kur e kthejmë nga ana tjetër, pastaj, mbasi kemi parë këto të mirat, shohim që krijojnë edhe goxha presion psikologjik. Kryesisht me krahasimin social, me krahasimin me imazhet e idealizuara të atij tjetrit. Pra ata të tjerët që ne shohim atje gjithmonë na duken më mirë, më të bukur, më të pasur, që kanë një jetë më të lumtur, që janë të shëndetshëm, që nuk vuajnë nga probleme emocionale, që gjithçka u shkon okej, që janë këta të përkëdhelurit e fatit, sepse kështu serviren ata atje. Pastaj vëre edhe një nevojë goxha të theksuar të shqiptarëve për pranim. Dhe këtë pranim e kërkojnë përmes atyre like-eve, përmes pëlqimeve apo komenteve pozitive. Pra kërkojnë këtë aprovimin social dhe si etalon matës kanë ato like apo ato komentet ndonjëherë edhe të pryera edhe të hiperbolizuara. Prap kanë një lloj krijojnë një lloj varësie pra të mbajnë lidhur edhe për shkak të informacionit shumë që servirin, informacionit të pafund. Edhe ka njerëz që e shoh në mas këtë gjë që
u duket sikur kanë humbur diçka nëse një ditë nuk kanë hyrë në rrjetet sociale. Pra mos po humbas diçka, çfarë më humbi, çfarë nuk dëgjova, cilin lajm më shpëtoi. Absolutisht. Është bërë si një simptom kjo rrjeti social. Sa ta mbyllësh telefonin, po sa dal gjumi direkt të hysh shofësh TikTokun, Facebookun, Instagramin, pra gjitha këto. Pra jemi kthyer në vartës të vëmendjes digjitale. Po krijojmë varësi jo vetëm nga celulari si celular, me gjithçka që ai na ofron, por edhe nga si vartës të vëmendjes digjitale. Ne kërkojmë vëmendje, kërkojmë të jemi të pranishëm, kërkojmë të jemi të pëlqyer, kërkojmë të jemi të përfshirë. Dhe pastaj ndodh që jemi edhe të sulmuar, se nuk mund të na pëlqejnë të gjithë, dhe na duan të gjithë, dhe fillojnë edhe ato sulmet, pastaj edhe ato sjellin shqetësimet e veta psikologjike, konfliktet në rrjetet sociale, konfliktet nëpër komente, që shpeshherë edhe agravojnë. Si mund t'i këshilloje për shembull ata që na ndjekin, pra që mos kenë atë varësinë, apo si duhet të reagojnë kundrejt kur e shohin që po kanë një varësi tek rrjeti social. Apo thjesht mos ta përdorin sa më pak. Jo, kjo është shumë e lehtë për të thënë, po jo kaq e lehtë për të zbatuar. Sepse rrjetet sociale kanë një ndikim drejt për drejt në tru, në atë që ne psikologët themi sistemi i shpërblimit. Përmbajnë të tilla përmbajtje që kryesisht rrisin dopaminën, hormonin e motivimit edhe të kënaqësisë. Dhe pastaj truri edhe njeriu është i prirur që të kërkojë gjithmonë më tepër nga këto lloj stimulimesh, nga kjo lloj kënaqësie, nga ky lloj motivimi. Por në vetë është ta gënjesh veten. Po. Ashtu është, por ti përfshihesh në të, pra të merr me vete kjo vorbull, edhe është e lehtë për të hyrë, po është jo e lehtë për të dalë. Sepse për të dalë ndoshta nuk mund t'ja dalësh vetëm fare, por ndoshta duhet ndihma, mbështetja, përkrahja edhe personave që të rrethojnë, qoftë familjar, miq, mbështetës, për adoleshentët, shkolla, mësuesët, edukatorët. Sigurisht. Dhe patjetër edhe psikologët e shkollave, apo edhe psikologët e tjerë këshillues, pra jo të shkollave, por psikologët që ofrojnë këshillim. Absolutisht, dhe kjo është pa diskutim, dhe qofse këtu në perëndim është pak më ndryshe, qoftë paktën tek shkollat apo në disa, po qoftë edhe vetë mënyra e jetës, psikologët, unë duhet ta them, mos ta thoni, por psikologët them se shkollat në Shqipëri kanë shumë mangësi për psikologët, dhe ndërtimi i jetës psikologjike në shkolla e shoh shumë problematike, shumë të mangët, thënë drejtën. Sepse atje mësuesi duhet bëhet polic, duhet bëhet roje, duhet bëhet psikolog, duhet bëhet gjitha, dhe pra që këtu fillon ajo pjesa, apo që ke kopshtet. Po. Realisht shërbimi psikologjik duhet filloj që në kopësht. Por mirë që në kopësht nuk e kemi në Shqipëri, por është i munguar dhe i cunguar, edhe atje ku është i cunguar, edhe në për shkolla. Di që në Tiranë një psikolog mbulon 3 shkolla, shkon sa të njëra shkollë të tjetra, dhe më shumë që më kapen përballë shkollës, sesa në byro, pra sesa në zyrën e tij. Rrallë gjen që tematizoj tema në për klasa, apo të shëndroj në teren fëmijëve në klasë, apo të qëndroj pranë mësuesit kujdestar, mësueses kujdestare, të vëzhgoj fëmijët që mund të kenë probleme, fëmijët që mund të shfaqin indicia që nuk janë mirë emocionalisht, apo diçka kanë, po përjetojnë ndonjë traumë në shtëpi, po ndodh diçka mes prindërve të tyre, apo çdo lloj problemi tjetër emocional. Pra janë goxha të papërgjegjshëm edhe indiferent. Pra nuk kryejnë si duhet profesionin e tyre, punën e tyre. Pale pasaj në zona rurale, mi fjanë në zona tjera, që lërë shumë për dëshiruar. Absolutisht. Okej, Onela, nuk e di, unë për vete kam bërë re që
të kërkoj ndjes që të thash unë emër, po bëjmë një bisedë shumë miqësore. Me fjalë pak këto titujt, zonjusha shumë. Jo, Leonard, miku im Leonard. Ornela, vëre që është shtuar ankthi dhe depresioni. Pra shohim shumë ankth, shumë depresion tek të rinjt. Cila është ajo arsyeja, apo ka dallim, është e njëjta edhe në Evropë, është më shumë në Shqipëri, më shumë këtu? Jo, në fakt është fenomen barbotror. Pjesa e të rinjve. Vitet e fundit gjithmonë më shumë raportohen rastet të adoleshentëve, madje edhe më herët, depresione juvenile, por tek adoleshentët shumë në mas, probleme të ankthit, depresionit, edhe tek studentët, tek moshat universitare. Shifrat janë në rritje. Nuk më vjen mirë ta them këtë, por më duhet ta them, sepse janë statistika sigurta të psikologëve në Europë dhe jo vetëm. Edhe në seminaret tona të eksperiencave që ne ndajmë psikologë të ndryshëm her pas here, të gjithë raportojnë shifra në rritje. Shifra në rritje të depresionit në moshat e hershme, moshat e vogla. Faktorët janë të shumtë. Dhe një fakt që më duhet të mos harroj ta them është që pas pandemisë rastet kanë qenë gjithmonë më në rritje. Kanë një rritje të jashtëzakonshme, mbas viteve të Covid. Është vërtet kjo. Çfarë mendoni se ndikoi mbas pandemisë? Po, shiko. Është vërtet. Pandemia na detyroi që të qëndrojmë brenda, të rrim më shumë në vetmi, të izolohemi më shumë dhe për ne psikologët izolimi është një e keqe që e shtyn individin gjithnjë më shumë drejt gjendjeve depresive. Duke qëndruar brenda, duke mos patur mundësi për të dalë jashtë për të kryer aktivitete të tjera në natyrë apo për të shkuar në një kinema, në një teatr, sport, ishin të detyruar që të qëndronin brenda dhe të merreshin më tepër me celularin, me rrjetet sociale. Dhe u bë një rreth vicioz ku celulari shtonte vetmin, vetmia sillte gjendje melankolike, gjendje depresive apo ankth, edhe futej personin në këtë rrethje vicioz dhe prap kapte celularin për të luftuar ankthin, për të luftuar mërzinë, për të luftuar këtë gjendje depresive që e sillte ky izolimi. Mungesa e miqve, e shokëve, mungesa e natyrës, e ajrit, e sportit, aktiviteteve të tjera. Pra një ditëlindje, një fest me muzikë, këto mungonin. Pra ju bë i vetmi argëtim, ju bë celulari dhe rrjetet sociale. Kjo plus edhe frikrat, pastaj lajmet negative që dëgjonin në lidhje me pandeminë apo vdekjet që dëgjonin nëpër media, qoftë edhe në njerëz që i njihnin, krijuan atë frikën nga smundja, frikën nga qenit rrezikuar, frikën që nuk jemi dhe kaq të mbrojtur qoftë në sistemin tonë imunitar, apo nga vaksinat nuk jemi kaq të mbrojtur, po edhe nga vdekja nuk kemi kaq të mbrojtur. Përgjithësi adoleshentët janë në atë fazën që mendojnë veten të pavdekshëm dhe të paprekshëm nga gjëra të tilla. Edhe ata mendojnë se këto gjëra të këqija apo vdekja ju ndodh të tjerëve, aksidentet, ju ndodhin të tjerëve, jo atij. Por duke qenë të bombarduar nga këto lajme të këqija, filluan të kuptonin që ky është një risk që na prek të gjithëve, që mund të na ndodhë të gjithëve. Dhe filluan frikra nga simptomat, frikra nga patologjit, frikra nga pasiguria e të ardhmes, apo edhe frikra nga vdekja. Kjo mendoj që shtoi edhe rastet me depresion. Nga ana tjetër, kufizimi i kohës, duke ndendur vetëm në rrjetet sociale, solli edhe më pak komunikim edhe brenda familjes. Kjo është një plag e rëndë, kjo është një plag që është pothuajse në çdo familje. Po mbasim komunikimin, vërenat që nuk flasin më me fëmijët e vet,
Dhe unë shpesh ju them që fëmijës duhet të folur që në barkun e nënës, që sa ai ngjizet. Dhe ti duhet të flasësh me fëmijën tënd në shtatzani. Dhe sa më shumë që ai rritet, pasi lind, aq më shumë ti duhet të flasësh. Dhe shoh që nënat shpesh merren dhe ato me rrjetet sociale, me celularin apo me shoqen në kafe dhe nuk komunikojnë me fëmijën sa duhet. Nuk i mësojnë një vjersh apo ti lexojnë një libër, ta shohin një libër me figura së bashku dhe ta komentojnë. Apo të bëjnë ato bisedat e vogla që fëmijët janë shumë të mençur dhe mbajnë shumë mirë biseden. Absolut. Shpeshherë ne i vlerësojmë fëmijët. Po ata janë vitet e fundit sidomos janë kaq të mençur sa të habisin. Si themi në shqiptar tashmë lindin me diplomë në xhep. E vërtet, ndonjëherë habiten. Kur vinë nëna në bashkinë ku punoj në zyrën e trive dhe familjes me fëmijë me vete, dhe unë habitem se si ata përgjigjen, se si logjikojnë, se sa inteligjentë janë. Po baballar vinë me fëmijë? Po. Këtu shoh pak atë problemin. Nëse sa do ku do nëna është më prezent, po shoh një problem të madh tek prindi mashkull, tek prindi baba. Vitet e fundit jam shumë e lumtur që po vinë. Po vinë nga gjitha nacionalitetet dhe i shoh që po vinë dhe ata nga ca kultura goxha orientale, nga këto zonat që gratë për shembull janë edhe të mbuluara. Shoh dhe më vjen shumë mirë që vinë edhe me bashkëshortet ose vinë te bashkëshortet e tyre me fëmijët vetëm. Ka ndryshuar goxha gjërat vitet e fundit. Shumë gjë e bukur. Sepse shumë gjë e mirë, sepse kemi ngel duke thënë nënat, por mbarbajtja e një familje apo ndërtimi i një fëmie janë të dy prindërit që duhet të bëjnë pjesën e vet. Po. Që peshorjat që ndrojnë në balancë duhet të jenë të dy prindrit të investojnë shpirtërisht nga koha e vet dhe në çdo konotacion të fjalës investim në të dy anët e peshores. Pra, për mua duhet të jetë 50 me 50 prezenca, ndihma, mbështetja, dashuria nga të dy prindrit. Roli i babait është i pasvendësueshëm nga nëna, ashtu siç është dhe i nënës i pasvendësueshëm nga babai. Pa dyshim. Ornela, dhuna është dhunë, por në një marrëdhënie, cila është më rrezikshme, dhuna psikologjike apo dhuna fizike? Pyetje e mirë kjo, do të thënë pyetje që duaj, jo e mirë në atë kuptim, por një pyetje që duaj bërë, sepse është fenomen shumë i prapur në popullatën shqiptare shumë, por jo më pak edhe në botë. E mendonim ne botën e civilizuar pak shumë më ndryshe se sa ne, por të jetuarit këto 11 vite këtë më ka bërë të kuptoj që nuk qenë kemi dhe kaq të ndryshëm, por ama lem shumë më shumë për të dëshiruar se sa popullata europiane. Ta kanë më shumë dhunë psikologjike, ta kanë më shumë psikologjike. Fizike dhe dhuna psikologjike, këtu do ndaloj. Se dhuna psikologjike është ajo dhuna që nuk lë shenja fizike. Pra nuk shkakton atë dhimbjen trupore, dhimbjen e trupit. Është si puna saj mollës të bukur, por krimin e ka brenda. Por dhuna psikologjike, dhimbjen emocionale që e shkakton, mund të jetë shumë më fort, shumë më ulëritse se sa dhuna fizike. Se dhuna psikologjike lëndon thellë emocionet, shkatron vetbesimin e personit. Dhunë psikologjike do të quajmë gjithçka që shfaqet përmes fjalëve thyese, manipulimit, kontrollit, kërcënimeve, xhelozisë ekstreme, xhelozisë tepruar, poshtrimit që i bëhet individit, izolimit nga familja origjinës apo nga miqt, shokët, shoqet nga shoqëria. Shiko, nëse më lejon, se me fjalë ndoshta për ty mund duket pyetje mediokër, por për të piqem të jem sa më e thjeshtë edhe me dëgjuesin. Si mund ta dalloj një xhelozi nga një kontroll?
Sepse shpesh herë thonë jo, ose nga një përkujdesje tepër, sepse thonë jo, nuk jam xheloz ose nuk jam xheloz, me fjalë, unë kujdesem. Pra, ka dashuri, ka edhe xhelozim. Jo, pa diskutim, po flasim flasim tek dhuna psikologjike, tek ajo që ndikon negativisht, sepse një njeri që ta duash, normal që ti do jesh e ke edhe pjesën e xhelozisë, që është vetëm gjëja jotja. Po si të dallohet përtej kësaj? Sekreti i çdo gjëje në jetë është masa. Edhe xhelozia, thash si kripa në gjell, duhet të ketë masën e vet. Pra, i jep shije dashurisë, tregon se personi e do tjetrin përderisa po bëhet xheloz, po kur ajo është e tepruar, kur gjellësi hidhet shumë krip, normal që bëhet më e pangrënshme, gjithmonë më e pangrënshme. Pra personi shikon që kjo xhelozi po teprohet. Janë arsye jo racionale ato që personi ngre. Personi sheh me syze shumë zmadhuese, me syze të errta, çdo lloj marrëdhënie apo çdo lloj lëvizje që bën bashkëshortja apo bashkëshortja. Më vonë kjo xhelozi mund të shoqërohet edhe me poshtërim, apo edhe me një lloj izolimi apo privimi të shumë gjërave. Për shembull, mund t'i thotë nuk do shkosh në këtë ditëlindje, nuk do dalësh me këtë shoqe, nuk do veshësh këtë gjë. Pra fillon të shoqërohet edhe me këto. Është një shtytje kjo. Është një shtytje kjo që të çon drejt asaj fatales. Gjithmonë më shumë agravon. Nëse personi nuk di të thotë stop, ndal, këtu po më lëndon, deri këtu është kufiri jot dhe deri këtu është kufiri im. Deri këtu mund të toleroj dhe më tutje jo. Pra, është shumë në dorën e individit, por në rastet e grave shqiptare, patjetër. Po edhe kur ato i din, teorikisht i din kufit, gratë shqiptare flas në përgjithësi, shpesh ka shumë arsye të tjera komplekse që i detyrojnë të ulin kokën edhe të vazhdojnë të pranojnë. Edhe pse ndihen të friksuara, të pavlera. Pyetje idiote nuk ka, por të bëj një pyetje që ndoshta duket shumë mediokre. Temat shqiptare, se kufin, sigur e thatë ju, pra i njohin shumë mirë. E bëjnë nga që janë shumë të ndjeshme apo nga që janë shumë më pak të ndishme për të mbrojtur kufijt e tyre. Raste kanë nga të gjitha llojet. Në praktikën time të punës kam njohur raste nga të gjitha llojet edhe nga më befasueset. Pra ka edhe nga ato me sindromin e Stockholmit që janë të dashuruara me këtë dhunuesin e vet, qoftë edhe vetëm dhunues emocional dhe nuk shkëputen dot prej tij. Pra, dashuria është në ato nivele që nuk ka rin dot personit ta kundërshtoj partnerin, apo ti krijoj kufi, apo ti thot stop, jo më të kërkoj një ndarje, pra një divorc nga partneri. Shpesh janë dhe faktorët ekonomik, faktorët social, pra femra që nuk punojnë, që nuk e sigurojnë dot vetë jetesën e tyre, që nuk kanë të ardhura, që nuk mirëpriten në familjet e origjinës, që kanë vëllezër apo familje patriarkale dhe mendojnë ku do shkoj, nuk kam një vend ku të strehohem, nuk kam një punë, si do jetoj unë në këtë mënyrë. Pra, varësia ekonomike shpesh i bën që të nënshtrohen edhe më tepër dhe ta pranojnë. Është edhe varësia e mentalitetit, sepse shiko, duhet të kemi diçka parasysh, jo të flasim vetëm për qendrën e Shqipërisë, se ndoshta atje kanë evoluar gjërat më mirë, por femra shqiptare mendoj që është e bullizuar që në lindje e marton dhe ti s'ke thot pjesë të shtëpia ime, s'ke tokë, s'ke pa i thot babai, vllai, pra dhe ajo ndoshta ndihet totalisht e vetmuar dhe nuk gjen ndoshta edhe atë forcën e reagimit të mbrojtjes së kufive të saj. Po, mbështetja nuk gjen nga familja e origjinës, shpeshherë dëgjoj raste nëpër trajtimet e mia që kam frikë nga babai, se ai ma ka gjetur, ai ma ka dhënë burin, kam frikë nga vëllezrit, se do thonë është turp që vajza të kthehet tek shtëpia e origjinës, tek prindrit, dhe durojnë marrëdhënie të tilla toksike dhe kush ishte këshilla e Ornelës?
Për patë parasysh eksperiencën tuaj që keni shumë kontakte, komunikime me njerëz. Për këto gra, këshilla duhet të ishte shumë e hershme. Pra, që sa fillojnë një lidhje, apo për vajzat e reja që fillojnë një lidhje, duhet të kenë parasysh të parën respektin për veten. Të njohin mirë vlerat e tyre, cilat janë, çfarë aftësish kanë, çfarë vlera morale kanë, çfarë karakteri kanë, deri ku janë kufijtë e tyre. Dhe të mos lejojnë në asnjë moment që dikush t'u cënoj identitetin, integritetin, t'i cënoj në vlera, t'i cënoj në moral, apo në gjithçka tjetër që ato i bën të ndihen të vogla shpirtërisht, që i bën të përjetojnë komplekse inferioriteti, që i bën të ndihen të pavlefshme. Pra, në një marrëdhënie ta testojnë marrëdhënien dhe pastaj t'i futen kaq thellë me zemër e me shpirt e me seriozitet. Pra, ta testojnë tjetrin, këtë partnerin e ardhshëm, ta testojnë se çfarë njeriu është, sa po më respekton, si shkon komunikimi ynë, sa mirë komunikojmë në të dy, sa mirë kuptohemi në të dy, sa të njëjta i kemi interesat, dëshirat, hobit, sa të ngjashëm apo sa të ndryshëm jemi. Dhe a jemi dy persona që mund të bashkëjetojnë në mënyrë të shëndetshme, emocionale, psikologjike, sociale me njëri tjetrin? Pra, parandalimi do të ishte më i mirë se sa urimin thonë sa. Por edhe nëse ka ndodhur, është përfshirë personi në një marrëdhënie të tillë dhe tashmë në këtë marrëdhënie, apo mund të jetë kryer martesa, apo kanë ardhur në jetë edhe fëmijët. Përsëri, të thënit jo duhet mësuar. Edhe nëse nuk e kemi tonën, nuk na e kanë kultivuar prindrit, nuk na e kanë mësuar prindrit. Për një arsye nga fëmijëria jo nuk kemi mësuar të themi jo. Sa ndikon komunikimi i prindit në rritjen e sidomos në pjesën e adoleshencës? Shumë, jashtëzakonisht. Prindi në periudha delikate të pubertetit dhe të adoleshencës duhet të qëndrojë shumë pranë fëmijës, të dy prindrit. Por sidomos nëna ka atë fjalën si të edukatores, si të mësueses, shumë të ngjashme, dhe me butësinë që e karakterizon nëna duhet të qëndrojë shumë pranë, duke i dhuruar shumë dashuri, duke i krijuar siguri, se duke qenë i sigurt dhe duke mos patur frikë nga nëna, fëmia, adoleshenti. Pra duke dhënë kohë ta dëgjojë dhe duke mos e kritikuar për çdo fjalë që ai thot. Jo ato kritikat edhe ato sharjet tipike të nënave shqiptare. Nëna duhet ta dëgjojë për ta kuptuar adoleshentin. Çfarë po thot ky fëmijë? Çfarë ndjen ky fëmijë? Çfarë shqetësimi ka? Ta diskutojmë bashkë këtë gjë. Dhe kur ta dëgjoj në mënyrë empatike. Jo të bëhet gati të kthejë gjithmonë përgjigjen. Jo gati të parin gjykimin. Duhet kuptoj moshën cilën ai po kalon, lëvizjet hormonale që ka në trupin e tij, rritjen fizike të tij, presionet e vazhdueshme të shoqërisë, presionet sociale, këto që sapo tham që ai shef në media, janë në një presion të jashtëzakonshëm të rinjve sotëm, nga mediat, të standarde bukurie jo reale, që shfaqen si reale, që i vënë në presion, se si duhet jetë fizikisht një person që na u dashka të jetë detyrimisht kaq i bukur, kaq perfekte dhe kaq elegante dhe muskuloz apo ku diun. Apo dhe këto jetët e bukura të Instagramit. A mos vallë të projmë. Se unë nuk jetoj kështu. A mos vallë të projmë edhe ne si prindër shqiptar, me fjalë që kërkojmë perfeksionin tek fëmijët tanë. Duke thënë mos kjo turp, ti duhet të jesh më i mirë se ai tjetri, ti duhet të jesh më i mirë se tjetri, ku diun, pra mos kërkojmë e mingarkojmë edhe vetë me të tilla sjellje. Po. Përgjigjja është po, e them me bindje, sepse kam vëzhguar vite me radhë në Shqipëri këtë gjë. Dhe më ka bërë gjithmonë përshtypje. Në dallim me me kulturën europiane, nëse vëre në mas prindrit gjerman, i lënë më të lirë fëmijët. Shumë.
ua dëgjojnë dëshirat, ua dëgjojnë More, ai e lë duke qarë supermarket atjelle e s'ja blen atë. edhe nuk e plotëson Nuk e beson atje ku tekën. duhet, plotëson atje ku duhet. Pra, ka një tjetër qasje ndaj fëmijës, prindi evropian. Ndërsa në Shqipëri, çfarë vëre me keqardhje është që fëmia krahasohet. Prindi e krahason fëmijën e vet dhe jo vetëm që e krahason, po ja thot, ja shpreh atij. Po, absolutisht. Mos si komshiu. Pse ti ke marrë 9 dhe mira që ke në bank ka marrë 10. Pse detyrisht fëmia duhet të jetë në çdo lëndë i parë i klasës. Pse duhet i ketë të gjitha notat 10. Mjafton që ai mëson mirë, sistematikisht dhe i merr të gjitha njohuritë. Pse duhet të jetë në çdo kurs të mundshëm që është X-i, duhet të jetë dhe Y-i, pra një lloj konkurrence, po më tepër dhe midis nënave se sa midis fëmijëve. Pra nënat fillojnë me njëra tjetrën, jo unë e kam çuar në Këtu fillon ajo, po absolutisht. Unë kam çuar në 3 kurse, po unë e kam çuar edhe në pikturë, po unë e kam çuar edhe në taekwondo, edhe në konkurrojnë nënat me njëra tjetrën se kush ka fëmijën më të aftë dhe aftësinë e masin me nota, fatkeqësisht. Nuk i lënë edhe të shijojnë fëmirinë e tyre të plotë. Mbi ngarkoj. Edhe kështu normal fusin te fëmia edhe këto ankthet e performancës. Unë duhet të jem më i miri, unë duhet të jem kështu, unë duhet të marr gjithmonë 10, po unë duhet të kem të talente të tjera. O bobo se mbërtet nëna, o bobo se mbërtet babi, po se bëra kështu. Ankte që më vonë mund të shfaqin kur ata të rriten, mund të shfaqin edhe patologji, vërteta. Patjetër. Dhe nëna nuk e di fare që ka ndikuar që fëmia të zhvillojë një patologji. Madje edhe se pranon, jo thjesht e di. Ornella, po flasim për nënat, po flasim për gratë. Kemi meshkuj të dhunuar? Ose mashkulli, është i dhunuar? Statistikat tregojnë më shumë femra të dhunuara. Patjetër. Ka edhe meshkuj të dhunuar. Po, ka edhe meshkuj të dhunuar. Psikologjikisht shumë, por ka edhe raste të dhunuar dhe fizikisht dhe meshkuj. Okej, psikologjikisht ka. Psikologjikisht. Psikologjikisht ka meshkuj të dhunuar, po. Ka gra kreneqe, ka gra më krenare se ç'duhet, ka gra që e shpërdorojnë lirinë e vet duke i tejkaluar kufit e lirisë së tyre. Pra, liria çdo kujt mbaron ku fillon liria tjetrit. Pra, edhe kur themi konceptin liri, mos keq kuptohemi kur themi që edhe liria na pas ka kufi. Po, e ka. Shpesh me ambicie të sëmura, shpesh me një unë të theksuar, një ego të theksuar që të bëhet shton në ato, apo me kërkesa jo realiste ekonomike, kur familja ka x të ardhura dhe ajo shef shoqet apo shef këto që ka rrjetet sociale dhe gjërat e pavërteta dhe lulkat e bukura në rrjetet sociale që shpesh herë nuk janë ashtu siç duken. Shpesh para një fytyre të qeshur mbrapa shfaqet diçka tjetër, ndonjëherë është fasada shumë e bukur, ndërsa ndërtesa nga mbrapa është gjithë gropa emocionale. Kështu që ushtrojnë presion të bashkëshorti që pse ti si e aftë, pse burri shoqes time ja ble çantën kaq euro. Pra, absolutisht. Edhe gratë ato mëkatet e veta që nuk janë pa gjë. Okej. Kështu që dhunojnë edhe gratë, dhunojnë psikologjikisht burrat. Po mirë, pra sepse desha të bëja një farë balancë edhe unë duke qenë mashkull të komunikim. Çfarë është manipulimi emocional dhe pse shumë njerëz nuk e kuptojnë dhe bien viktimë? Sepse manipulatorët emocional janë edhe të zgjuar. Pra, janë inteligjent, por janë nga ana të keqes. Kemi inteligjencë të mirë që e përdorim për gjëra të bukura, për gjëra të mira, për art, për shkencë, për ditëshmërinë tonë. Po kemi edhe një lloj inteligjence diabolike që sjell produkte jo të mira, produkte që sjellin dëme. Manipulatori është një ndër karakteret më të këqija. Është tipike për personin toksik manipulimi, përpiqet ta sjell ujin tek mulliri vet. Ta bëj situatën ashtu siç do ai, ta tregoj variantin ashtu siç do ai, ta bëj tjetrin që të mendoj ashtu si mendon ai,
ta bëj tjetrin të besoj duke e treguar ngjarjen në një formë tjetër, në atë formë që ti tjetri arrin të besosh që ai ka të drejtë. Dhe ndonjëherë të ndryshon edhe mendimin tënd, mendimin origjinal fillon dhe ta ndryshon. Absolutisht. Ta situatën në një formë tjetër që ti fillon të dyshosh nëse e ke parë drejt, e ke gjykuar drejt, nëse je ti gabim, fillon ndihesh i vogël, fillon nuk ndihesh mjaftueshëm. Dhe fillon dashur për dashur bën dhe ato që ai kërkon prej teje. Sepse fillon të manipulon për të arritur diçka në interes të vet. Ju e thatë shumë mirë që ai është i zgjuar, por është i zgjuar në të anën negative të individit tjetër. Pra, manipulon tjetër. Është si puna e saj që shkenca, në raste për shembull të mjekësisë, shkenca na zbuloi, të themi, antibiotikun që shpëtoi jetët e njerëzve, ashtu siç shkencëtar zbuluan edhe krijuan bombën atomike. Pra, kjo inteligjenca e mirë dhe e keqe, o do bëjnë mirë, o do bëjnë dëm. Si mund të ruhet një individ përballë të këtij individ? Mos të manipulohet nga Si mund të sillemi ne para një individi të tillë. të tillë, që mos të manipulohemi. Së pari ne duhet mësohemi të ta njohim toksikun. Të njohim njerëzit toksik. Sa bukur është kjo. Ta dallojmë që kush është ky toksiku. Edhe vetë nga fjala toksik, helmues. Pra, janë persona që na helmojnë ditën, na helmojnë 2-3 orë sinqerim me ta. Pra, diçka thonë apo diçka bëjnë që ne fillojmë ta ndjejmë që energjia rreth nesh është prishur. Ne fillojmë ndihemi çuditshëm, nuk ndihemi rehat. Besoj se kjo është aja. Nëse fillon prishet aura. Aura ime, sado pozitive të jetë. Afrohet një njeri dhe fillon bisedon me mua, dhe unë filloj të kuptoj që s'po ndjehem mirë, s'po më pëlqejnë disa gjëra që thot ai. Dhe thjesht e ndjej që aura ime po rëndohet, sepse është bashkuar me aurën e këtij personi që nuk përcjell pozitivitet. Pra që diçka kërkonte unë, diçka ka kënaqësi që të më shohë që të mos ndihem mirë, ndoshta më tregon dobësitë e mia, nuk më uron sukseset e mia, por kapet tek defektet e mia, apo më sjell në bisedë një gjë që unë nuk dua ta kujtoj. Një dështim timin apo një fatkeqësi timen që unë kam dashur ta harroj për shembull. Dhe ai personi me lezet, duke rënë nga kina, e sill bisedën atje. Dhe ti e kupton që me këtë person, ja era e parë, kush e di si u ndodha unë. Po dhe era e dytë kështu, po dhe era e tretë, atëre këtu duhet mbash qëndrim. Dhe duhet thua që, shikom, ky person mund të jetë shumë i mirë për veten e tij, por kur bashkohemi të dy bashkë, kimia e të dyve ne nuk shkon. Diçka ndodh me kimin ton, me aurën ton, kur bashkohen të dyja, prandaj më mirë ti ri larg këtij personi. E lehtë është nëse me këtë person nuk ke marrëdhënie shumë të forta, shoqërie apo gjaku, por kur ndodh që i kemi në shtëpi, në familje toksikët, nuk është kaq e lehtë që t'i shmangësh. Por duhet mësohesh që mos të dëmtojnë me toksicitetin e tyre. Duke u njohur toksicitetin, ti të mësohesh që të mos të bëj përshtypje toksiciteti i tyre dhe ta pranosh më lehtë, ta marrësh më lehtë, por pa u nështruar, pa u manipuluar, dhe atje ku të duhet të thuash jo, ta thuash jo në tënde. Dhe pa pasur as frikë, as brerje ndërgjegje se po thua jo. Shiko, ju e thatë, Shtoja që i thua vetes tënde. Ju e thatë që kur i ke të afërt, pra kur i ke njerëz të familjes apo njerëz të fisit, nuk e shmangësh dot. A mendon që jeta me njerëzit të fisit është si një jetë primitive? Sepse po të ishte ai çuni xhaxhait apo ajo goca e tezës dikush tjetër, ti nuk do i rrini më afër.
nuk do jepni mundësi. A mendon që ne bëjmë pra edhe brenda fisit apo brenda familjes, pra duhet të ketë një farë qëndrimi që ta mbrojmë të veten nga kjo toksikja. Ne shqiptarët jemi edukuar brez pas brezi në këtë formë, që duhet ruajtur fisi, duhen ruajtur marrëdhëniet e gjakut. Kur i themi fëmijës, erdhi daja, erdhi xhaxhi, erdhi tezë, ngriu, pse s'ngrihesh? Kam, për çafoja, do të themi nesër ç'duhet bëj. Lere fëmijën të bëj ç'të dojnë, nëse ai e ndjen ka dashuri, e ndjen emocionin, do ta përqafoj. Pse duhet i themi ne përqafoje dajën? Pra kështu jemi edukuar, gjyshrit tanë kanë edukuar kështu, prindrit tanë na kanë edukuar ne kështu. Unë personalisht jam përpjekur që ta thyej zinxhirin, ta kus këtu hallkën e zinxhirit. Mos ja transmetoj fëmijëve. Brezin duhet mos ja transmetoj fëmijëve këto gjëra. Ndoshta janë vjetruar këto koncepte. Është shumë mirë që ne të kemi lidhje familjare me njerëzit e gjakut, të respektohemi dhe duhemi me njëri tjetrin, por reciprocikisht, por jo të lejojmë që ata të ndërhyjnë në jetën tonë, apo të na krijojnë konflikte, të cënojnë kufit tanë, dhe nëse unë nuk më shkon kimia, nuk ngjis, nuk shkoj mirë, kam rezervat e mia për një X person, edhe pse mund ta kem kushërit të parë, është gjithë e drejta ime që t'i them stop dhe të kem një marrëdhënie shumë të largët. Kem një mirëmëngjes mirë mbrëma dhe s'ka pse shkoj për kafe me të, apo të krijoj një marrëdhënie kaq të ngushtë. Është gjithë e drejta e personit, pavarësisht se sa i afërt është me gjak personi tjetër, që të mbajë distancë. Dhe nëse kanë ndodhur gjëra të rënda, edhe mund të mos falet personi. Sepse kam në eksperiencën time në terapitë e mia, kam raste kur nga familjarët e afërt të gjakut kanë ndodhur gjëra shumë të rënda. Gjëra që nuk falen. Dhe nëse babai e detyron të vajzë që fale djalin e xhaxhait, këtu gabim është babai. E di shumë mirë vajzat, po jo ta vrasësh. Dhe nuk do që të falë, nuk do që ta falë djalin e xhaxhait, po themi. Shembull. Kuptoj. Pra, kufit duhen vënë edhe tek familjarët. Nëse kemi familjarët. Sepse shiko, Odela, besoj që këtu fillon ajo kultura e njohjes së energjisë. Sepse po të filloj që tek familja, tek fisi, njohja e energjisë, edhe një lidhje në çift pasaj, qoftë djali me një vajzë apo vajza me një djalë, do dinë të njohin energjinë e njëri tjetrit dhe jo të shohin thjesht aparencat apo fasadat e njëri tjetrit. Është shumë e rëndësishme që të kuptojmë se sa përputhemi. Dhe duhet përputhemi në shumë. Ndoshta kjo pjesa e familjes dhe fisit, kjo ndoshta e dëmton këtë njohjen e aurorës së brendshme të vetë tonën, në fjalë, të individit. E dëmton. Shpesh kam dëgjuar familje që ushtrojnë presion ndaj vajzës që merre, pse se merr, shumë djalë i mirë, familje mirë. Dhe si thua që detyrojnë vajzat për të fejuar me persona që ndoshta nuk ndjehen dhe aq mirë dhe aq të gatshme sa për të krijuar një marrëdhënie me. Po në këtë mes shikoj, në këtë mes do kanë faja prindit, sepse ndoshta do të mos njohur atë pjesën e toksitetit, pjesën e energjisë të valës, sepse ne tham pak më përpara, pra e duam sa çuni xhaxhait. E duam se është goca e tezës, po themi, pra e dajës. Pra edhe pse ndoshta nuk ndjehemi mirë, themi mos ndoshta s'jam mirë unë se është goca e dajës kjo, duhet ta dua. Nuk themi asnjëherë që a e meriton? A e meriton, bravo. Te kjo e kisha fiks më thënë. Te kjo edhe duke mos e njohur këtë, pastaj gabojmë në hapa të rëndësishëm në jetë pastaj. Jemi sot është një shoqëri më shumë egoiste, ftoftë, më pa empati. Çdo vit që kalon e më tepër. Po bëhemi më të pandjeshëm, po bëhemi asocial. Po shtohen vese si zilia, xhelozia,
tash e themi, po futemi në ato guackat tona, po mendojmë vetëm për vete. Edhe kur kemi mundësi të ndihmojmë dikë, nuk e japim ndihmën, indiferencë ndaj gjës. E kemi vrarë empatin. Nuk po e kultivojmë më empatin. Si dikur. Mendon që këtu kemi më shumë gabim në të rriturit, përsa i përket me rininë e sotme, apo është vetë, si thosh, evolimi apo ndryshimi dhe kemi atë përplasjen pak më të fortë ndoshta ndër breza. Këto kohët moderne na i bën dhurat këto gjërat jo shumë të bukura që po përjetojmë. Vetmia, izolimi, distanca. Mos paturit shumë nevojë për njëri tjetrin, distanca. Sa mos në shqiptarët që jemi shpërndarë në përbot, janë zvogluar shumë familjet, fiset, prindër që jetojnë vetëm, të afërm që shikojnë rrallë. Jemi izoluar në ekstrem. Pra, kemi krijuar një jetë individuale ekstreme. Edhe lidhjet shumicën i bëjmë sipërfaqësore. Është e dhimbshme të mendosh që të humbasi ndjenja njerëzore, që të humbasi më e bukura, dashuria. Dashuria për njeriu. Absolutisht. Tjetrin. Altruizmi. Pse mendon Lornela që paktën jo pse mendon, po a e mendon, sepse pse mendon po ja bëja vetes pyetje. A e mendon që sot ka më shumë mundësi të komunikojnë, të njihen njerëz me njëri tjetrin, pra edhe të rinj që ndoshta s'do ishin takuar ndonjëherë, por edhe ata që janë të njohur apo që janë pranë njëri tjetrit, po shohim shumë pak ose kush është mendimi jot në lidhje në çift dhe pak angazhim emocional me njëri tjetrin. Jo më tepër të prirur, ndoshta të jetojnë një farë bashkëjetese që ndoshta s'ket bashkëjetesë, ato konturet e duhura, ndoshta nuk është, po ka më pak lindje, më pak fëmijë, më pak pra si shikon këtë? Të rinjt po priren drejt lidhjeve sipërfaqësore, apo të shkurtra. Nuk i hyjnë gjërave serioze shumë. Nxitohen për të krijuar një lidhje duke u nisur shpesh nga aparenca apo nga arsye të tjera tërheqëse. Dhe futen shumë shpejt në një lidhje, por sa shpejt futen, aq edhe shpejt dalin. Edhe jo vetëm që kanë frikë nga lidhjet serioze, të rinjtë e sotëm, por kanë edhe frikë nga martesa. Po. Preferojnë më shumë bashkëtesën, por edhe kjo nuk është e zgjatë shumë, sepse kanë këtë tendencën që edhe është një bashkëtesë frike, është një bashkëtesë jo. Pra, është një si tendencë moderne kjo, kultura moderne e si Evropa, ne themi si Evropa, si evropianët. E zvendësimit të shpejtë, kulturë moderne e zvendësimit të shpejtë, pra që gozhda del me gozhda, që sa ndahen nga e dashura e parë, me njerë pas disa javësh me njerë e kemi shprehje në shqiptar, klubi del me emocionale. Pra atë shërimin emocional nuk presin që ta bëjnë dhe t'jenë të gatshëm pastaj për një lidhje tjetër. Shpesh të rinjt i dëgjoj që thonë që nuk i futem një lidhje serioze sepse nuk kam çfarë i ofroj. Është një arsye edhe kjo. Pra, ka pasiguri ekonomike, ka bërë një shkollë por nuk po gjen punë në atë shkollë, ka një diplomë po punon komplet në një tjetër punë që i siguron pak të ardhur, arrim me prindrit, një shtëpi me qira nuk e përballon dot. Edhe ndoshta jo sepse s'do, po sepse s'mund. Apo abuzojmë shumë, Ornela, apo abuzojmë shumë me këtë pjesën, jo ekonomia, duke patur parasysh se nga çfarë ekonomia dhe nga çfarë
të cina kanë rrit prindërit tanë, apo si kemi qenë ne fëmijë, a mos po abuzojmë shumë dhe ndoshta po japim atë një farë injeksioni tek të rinj që mos marrin dhe përgjegjësi mbi vete. Unë personalisht mendoj që ishim brez, deri në brezin tim të paktën, një brez me vlera të veçanta, me karakter të fortë, me principe, po edhe me ndjenja të vërteta. Dhe njoh shumë njerëz të brezit tim dhe më lart që kanë ndërtuar marrëdhënie të shëndetshme, familje model dhe kanë jetuar me dashuri të fortë dhe të vërtetë. Me këtë dashuri kanë përballuar dallgë të jashtëzakonshme të jetës. Humbje të mëdha ekonomike, shumat pa para ekonomike, qoftë në firmat piramidale, kujtoj atëherë në 97-ën, kanë humbur shtëpitë njerëzit. Kanë humbur shuma të mëdha parash në investime të dështuara. Kam shembuj real, konkret. Pra kanë kaluar dallgë shumë të mëdha ekonomike, ulje, ngritje, por i kanë përballuar së bashku dhe familjen e kanë mbajtur. Dhe ja kanë dalë dhe kanë arritur përsëri tek ditët e mira. Sepse jeta nuk është një linjë drejtë. Është një grafik që ka uljet dhe ngritjet e veta. Edhe unë personalisht kujtoj nga fillimet e fejesës apo martesës sime, vështirësitë që kemi kaluar me bashkëshortin. Po diskutim. Uljet ekonomike, uljet dhe ngritjet, përplasjet, rrëzimet, por sa herë jemi rrëzuar, jemi çuar. Kjo është ajo, kjo është e bukur e fortë e Vazhdojmë jetës. të kemi një familje të shëndetshme dhe kemi rritur fëmijë që janë të qetë emocionalisht. Jo, se shiko, vëre, se media normalisht që ndikon jashtëzakonisht shumë, pa diskutim. Por vëre, nuk jam dakord, e dim gjithë se si ka evoluar jeta, se si është shtrencuar jeta, sa vështirë, i dim gjitha këto. Por më duket se e bëjmë nga ngrena dhe pjesën e ekonomisë, jo ekonomia, jo faktori ekonomik, jo dhe po flasim gjithmonë pak edhe për Shqipërinë. Dhe punohet pak. Jepet pak suport mbështetës njëri tjetrit. I mshohet gjithmonë vetëm atij faktorit duhet dhe përpjekja më duket se është më e pakët. Të rinjt duhet ta vrasin mendjen, nëse dështon një plan A, ka një plan B, dhe nëse dështon të ky B-ja ka edhe një C. Pra nuk duhet dekurajohen dhe duhet shikojnë ku i kam unë aftësitë e mia, çfarë mund të bëj. Le të mos jetë momentalisht profesioni im, por kam një aftësi tjetër ta shfrytëzoj. Qoftë edhe emigracioni është një alternativë që mund të të shpëtoj momentalisht dhe nëse nuk ke dëshirë të qëndrosh, mund të kthehesh mbas disa vitesh. Por mundësi ka, gjithsesi. Duhet kërkoj, të luftoj çifti i ri, të gjej mundësitë. Ta ngrej ekonominë dhe të mos bëhet ekonomia faktor që të shkatroj familjen apo të shkatroj dashurinë. Do të bëj një pyetje, më vjen një pyetje shumë specifike direkt për ju. Më thuaj. Aleksandër Shallvari thot: ma pyet psikologën për sa seanca ka nevojë Sandri. Ky më duket se s'ka psikolog që e merr në dorë, jo më të bësh seanca. Ti për çfarë ka nevojë Sandri? Sandri ka nevojë që të recitoj ato poezitë, jo vetëm të tijat, por edhe të tjerëve. Edhe të riurt, mos bëj zhurmë. Dhe është bërë terapia është e bërë. Sa herë që ai reciton poezitë, jemi në një terapi. Dhe ku ka terapi më të bukur se terapia e artit? Unë hyra pak në Facebook dhe më ra në sy një koment nga Elona Zefi Prela, e cila jeton në Itali, dhe pyet: po në Evropë, thot, çfarë ju mungon të rinjve, thot, që kanë mundësi të kenë punë, të kenë shkollë dhe gjejnë edhe shtëpi, thot, që nuk krijojnë lidhja fatgjata. Nuk është vetëm faktori ekonomik, ne përmendëm si Po, absolutisht, pra nuk është vetëm faktor. Është edhe faktori tjetër, ky individualizmi ekstrem që unë thash. Pra kjo tendenca
e të rinjve për të menduar vetëm për vete, egoist, mendojnë vetëm për kënaqësitë e veta, për realizimin e dëshirave të veta, të plotësohen vetë si njerëz, edhe pak mendojnë për partnerin apo partneren. A mos, shiko, Ornela, duke patur parasysh që edhe ne si prindër, pavarësisht vojtjeve, vështirësive, se s'u them vojtjeve, duke jetuar pak më mirë, duke patur pak më shumë luks, se sa çfarë kanë patur prindërit tanë për ne, përpiqemi t'ju plotësojmë në maksimum shumë kushte fëmijëve, dhe ata kur rriten pastaj krijojnë atë pjesën, jo po pse se ka mellon, pse ka llaj tjetri, po pse mos bëjun siç bëri ai, pra a jemi ne vetë përgjegjës. Duhet ta kemi në fakt këtë kulturën që bota e ka, që edhe fëmia duhet punojnë. E di shumë mirë që këtej punojnë, edhe kur janë në shkollë të mesme, kur janë me pushime punojnë, edhe kur janë student punojnë. Pra e kanë kulturën e punës. Ndoshta edhe ne prindërit shqiptar duhet t'ua kultivojmë të kulturën e punës. Se nga puna vetëm të mira vijnë. Sepse ti nga puna diçka do përfitosh. Patjetër, sepse përndryshe ne po i mësojmë fëmijët ta shikojnë prindin si bankomat. Po, si bankomat, po. Pra gjithçka është i detyruar prindrit që ma siguroj. Dhe pastaj krahasimi social bën edhe të vetën, që pse ai tjetri e ka shpinë më të madhe, pse ai ka 3 makina, ne kemi vetëm 1, pse ai vishet firmato, unë jo. Po, këtu besoj se është përgjegjësia jonë e prindërve, me fjalë, ose bëjmë çmos ose marrim borxh për t'ia plotësuar fëmijës dhe fëmia nuk e di fare se nga erdhi kjo gjë, po e kërkon ja ku e ke, e do ja merre, pra dhe të ato ndoshta disa faktorë sociale. Pjesa e celularëve që ju kërkojnë, celular shumë të shtrenjtë me ngulm, adoleshentët, prindër. Dhe prindri u plotson dhe i jep një celular që është sa 2 rrogat të tija. Punon babai 2 muaj që blej celularin e fëmijës. Fëmijës duhet t'i shpjegohet se si del paraja. Se sa mund kërkon për të marrë atë në fund muajit, atë rrogë babai dhe mamaja, se sa mund, sa djesht është derdhur. Dhe kjo familje ka edhe nevoja të tjera. Pra duhet komunikuar. Në gjithë familja duhet shihet si një unitet dhe ato mbledhjet familjare duhen bërë pastaj. Do diskutojmë. Ku do shkojmë me pushime, sa kemi për të shkuar me këto pushime, ku mund të shkojmë, sa mund të shpenzojmë, ky është buxheti jonë për këtë vit. Pra duhet mësohen edhe me këto konceptet ekonomike fëmijët. Dhe jo vetëm me kam këtë dëshirën, po, do ta plotësoj. Ka edhe dëshira që nuk mund t'i plotësojmë dot, apo mund t'i plotësojmë në një mënyrë tjetër. Pra nuk mund të marrim atë celularin që është X euro, kacafiu, por do të marrim këtë tjetrin që është i mirë, prapë i fundit, por është goxha më ekonomik. Pra të flitet, të komunikohet me fëmijën. E kemi humbur komunikimin, Ornela. Kemi humbur edhe ne të rriturit njëri me tjetrin. Po. Sepse është mungesë e madhe. Nuk përdorim fjalën, atë që na ka dhënë Zoti. E para ishte fjala dhe ne nuk po e përdorim. Unë këtë e them shpesh, më përpara s'ka patur telefona, edhe letrat mezi shkonin për një muaj, po dërgoje një letër. Njerëzit janë takuar shumë më pak, po ka patur më shumë lidhje, më shumë komunikim. Sot që kemi gjitha mundësitë e komunikimit, që mund ndërtosh ide, mendime, projekte, mund të njohësh njerëz shumë të mirë, shumë pozitiv, ne sot jemi mbyllur te guvackën tonë edhe me familjarët, jo më të njohim të tjerë. Dhe këtë pasaj detyrimisht që e përcjellim edhe tek fëmia pasaj, se e vërtet, po. Ornela, tani të flasësh për psikologjinë është pafund me fjalë, sepse nuk është kënd eksakte që themi X, Y, apo 1 e 1 bëjnë 2, apo ashtu edhe kështu. Temat janë të pafundme. Nga të që ta rrotullosh gati pothuajse të njëjtat gjëra thua, sepse e tillë është
psikologjia. Kush ishte një mesazh joti? E do tani si psikologe këshillimi apo si psikologe klinike? Jo, të dyja. Filla ime për të gjithë, sugjerimi im ishte ta njohin pak më shumë psikologun, rolin e psikologut. Çfarë është një psikolog? Çfarë bën ai? Dhe të kujdesen për shëndetin mendor, po një lloj siç kujdesen për shëndetin fizik, sepse janë kaq të lidhura sa nuk mund të ndahen nga njëra tjetra. Ti kushtojnë vëmendje emocioneve të tyre, ndjesive, lëvizjeve emocionale. Nëse vën re shqetësime emocionale, nëse vën re mërzitje, trishtim, ankth, stres që bëhet gjithmonë më mbytës, ta kërkojnë ndihmën te profesionisti. Do ta gjejnë zgjidhjen, ju siguroj. Do të gjejnë tek psikologu profesionistin e vërtet që ka mjetet e duhura shkencore për t'i ndihmuar. Ky do ishte mesazhi im. Nëse më lejon, sepse po kontrolloja pak WhatsAppin dhe më ka dërguar një pyetje një mikeshe imja, cila jeton në Francë dhe më thot, Leonard thot, të doja thot një mendim nga psikologja, kam një fëmijë thot 2 vjeç dhe akoma thot fle me mua në dhomën e gjumit. Dhe madje shpesh herë thot më kërkon edhe të pi gji. Parë se pe lexoj live. Thot, është 2 vjeç, ha? 2 vjeç. Si mundem thot ta largoj pra të flej, sepse kam mundësi të ketë dhomën e tia, për më thonë, jo përdori krip, jo përdori këtë, jo përdori shumë gjëra, thot, por unë nuk më pëlqejnë të merrem me teori konspirative. Ta lë në dhomë me qanë, ta gjoj duke qarë me dhimbset, cila do ishte më mira, thot, nëse mundet të më jap një mendim. Atëherë, 2 vjeç është relativisht i madh për të vazhduar xhirin. Është puna që qumshti i xhirit deri në afër 1 vjeç i humbet pastaj vlerat e duhura dhe ti nuk po i jep ndonjë vlerë më me qumshtin e xhirit. Thjesht po i krijon një lloj varësie, të cilën nuk po mundet ta shkëputësi dot. Duhet të përpiqet me atë desensibilizimi sistematik që i themi ne, që dal nga pak, do të t'ja ul minutat që mban në gji, duke ja paksuar nga dal derisa t'ja heqë gjirin fare. Ka edhe mënyra të tjera që janë pak më të dhunshme për fëmijën dhe shumë të këndshme për fëmijën, që mund të jenë lyerja e gjirit me pak, themi, tetraciklinë, që të hidhet. Që të hidhet, që ati t'i largohet. Por që është se dal nga dal. Më shqetësuese po më duket se pak a shumë këtë këtë e njoh, a ke parasysh edhe llastohet vetë me fëmijën, unë i kam thënë të vetë llastohet, a kupton të vetë i thua hajde, normalisht i fëmija s'ka si ta harroj, por më shqetësuese më duket kjo në dhomë me në gjumit. Në Europë në përgjithësi fëmijët i lën vetëm që në lindje, pra që bebe, i lën vetëm dhe vën një ato aparatet që dëgjohet e qarat kur fëmia fillon grinë. Kur ja thosha unë njerëzve më thoshin, jo, zbën, ti ja fut kot në Evropë s'lejojnë, zbëhin, e Shqipëri thua dhe ti. Po, i lën goxha herët vetëm, që bebe. 2 vjeç është tamam momenti që të kaloj në dhomën e vet, po një këshill që unë do t'i jepja është që të filloj në fillim t'i flas bukur për dhomën e vet, si një vend relaksi, si një vend i bukur, si një vend ku edhe do zbavitet, jo vetëm do flej. Dhe mund ta nis me idenë që kemi një ide, do bëjmë për ty një dhomë të bukur. Dhe së bashku ta ndërtojnë atë dhomën e bukur. Pra ta marrë për dorë atë fëmijën 2 vjeç, dhe thotë çfarë do bëjmë këtu, po do bëjmë një vizatim, ai shkarabina bën, po ato shkarabinat janë më të bukura nganjëherë.
Atë vizatimin do ta bëjmë bashkë, do të Atë ndihmojmë. lezet kohë, do ta atë vëmë, lezet se kur tritet bën piktura pastaj, po ato shkarravina Po, ka lezet. Çfarë ngjyre do ti ta lyejmë domethënë, pra dal nga dal t'ja bëj të dashur, t'ja bëj atraktive këtë vendin e ri ku ai do shkoj të flej, por ndërkohë ti thotë që tu afër është edhe do maj mamit, në çdo moment ti mund vish te unë do vi te ty. Çdo darkë do të lexoj prallën e mbrëmjes, do t'jap puthjen e natës së mirë Natës së mirë. Mhm. dhe do vi mëngjesi i bukur. Pra fillimisht domethënë përgatitja e një dhome të këndshme së bashku. Them se do ishte një magnet që do ta tërhiqte. Që ai me dëshirë të shkojnë në dhomën e vet dhe mos ketë atë traumën e ndarjes nga nëna. Dhe atë frikën që o bëbo tani po fle vete, o bëbo errësira. Dhe në dhomë zakonisht vjet një Dritë e vogël, dritë e bukur. një dhëmbazhur e vogël. Ose bëhet një tavan me yje fosforescent, si Po, në qiellit, sot jam mundësi sa tavan duash, blu. ka mundësi sa duash. Pra diçka të tillë, një gjë atraktive për fëmijën dhe që ti krijoj siguri edhe të mos ketë frikra në atë dhomë. Ornela, unë Pa. të jam mirë njohës dhe shpresoj që të kem lënë vend edhe për një ftesë tjetër, për një temë tjetër, apo të jemi edhe në herë të tjera. Por vërtet jam mirë Me njohës shumë pa kënaqësi. fund që më ndihmove sonte dhe që ishe me ne sonte. Kënaqësi ishte edhe për mua, dhe me shumë kënaqësi do të jem prezente sa herë që të vi një ftesë nga ty. Shumë faleminderit. Me njohje pa fund, suksese dhe natën e mirë dhe fundjavë të këndshme. Faleminderit. Natën e mirë ju. Leqë, natën e mirë të fundjavë, gjithëve. tash ne këtu në Gjermani e kemi edhe të hënën pushim një fjalë, bën ditë shumë. Po, ne kemi langës Wochenende. Futja për Holland diku Kemi- andej. Kemi një po, ashtu e kam planin me familjen. Natën e Urojnë mirë. aty fundjavë të gjatë, të këndshme pranë familjes. Natën e mirë të Natën e gjithëve. mirë, shumë faleminderit. Atëherë, Lutem. të nderuar miq, ky ishte emisioni për sonte. Unë do ta falenderoj vërtet përzemërsisht Ornela nga Mulla për bisedën e këndshme, për përgjigjet e saj, për shpjegimet e saj. Unë kështu kisha menduar ndërtimin e emisionit, ndoshta ju dëgjues keni patur edhe më shumë pyetje apo më shumë dilema, apo ndoshta kanë qenë edhe në pritshmërinë tuaj, por kështu e mendova. Dhe siç e ndoqët edhe ju, Ornela dha premtimin që mund të jetë edhe herë të tjera. Pra, nëse ju keni pyetje apo keni dëshirë për të trajtuar tema të ndryshme apo tema specifike, mund të na shkruani dhe ne do përpiqemi, duke qenë gjithmonë në një përgjetur kohën edhe Ornela për të rënë në një dakordsi, ne mund të jemi edhe në emisione të tjera. Ju falenderoj të gjithëve përzemërsisht për vëmendjen tuaj. Unë jam mirënjohës pafund të gjithëve ju që na keni ndjekur, që na keni shkruar. Kërkoj ndjes të gjithë atyre që të kam patur mundësi të lexoj komentet apo të merrem me komentet, apo edhe këtyre që më kanë shkruar në WhatsApp, në Messenger. Kërkoj ndjes, por shpresoj që kam mirë kuptimin tuaj. Ju përqafoj përzemërsisht, të them të gjithëve natën e mirë dhe mirë u takofshim në emisionin e radhës Horizont. Mos u largoni nga Window Radio, ndiqni muzikë dhe ndiqni emisionet tona. Natën e mirë, kalofshi mirë. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de.